në shoqërinë që jeton, mos ju gëzo fatkeqësive të tjerëve që i ndodh paskujt në botë. Dhe një prej smundjeve aktuale që dita ditës po smuhen shumë zemra të njerëzve, se zemra është sikur një enë, nëse e mbush me dashuri, s'ka vend për urrejtje, por nëse e mbush me kufër, me zullum, por dhe me urrejtje, atë nuk ka vend për dashuri në zemrën tënde. Është enë, me çka ta mbush? Ka njerëz, ka një smundje të zemrës që nuk shihet me sy, po shkatron iman, e shkatron ardhmërinë tënde, e shkatron jetën tënde, e shkatron varrin tënd, e shkatron xhenetin tënd, kur ti i gëzohesh fatkeqësive. Është smundje e urrejtjes, është smundje që ti gëzohesh për fatin e keq që i ndodh atynve dhe gëzohesh në musibetet e të tjerëve. Kjo është njeriu i smut, që e ka zemrën që nuk ka rahmet, zemër që nuk ka shpresë, është zemër e shkatëruar që nuk ka dashuri as në Allah e as në krijes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos shfaq gëzimin për fatkeqësinë e vllaut tënd, sepse Allahu mund të mëshiroj ata dhe më ta kthy dhe më të sprovu ty. Shumë njerëz janë sprovu dhe Allahu për një sprovës i ka ndëru me mirësi, e ata që ju ngëzu për sprovën atyre, Allahu ja u ka ndëru venin atyre, i ka sprovu. Edhe këtë arsye përmendi sot për shkak disa islamofobëve, për shkak disa njerëzve të smut, ndodh sot mediat e bëjnë të vetën, edhe një lajm, një incident më ndodh, krit bota e merr vesh se në filan venin ka ndodh një ndodhi. Është therr, është vra një njeri hoxh në Kosovë dhe krejt dynjaja dikush thot mirë ja kanë bë. Ai qetri mirë ja kanë bë. Kjo është njeri smut që ka mendon dhe flet kështu. Ti smut që ka i shpërndan këtë lajme dhe shka gëzohesh me kësi lajme. Prandaj, porosien nuk e kam të ndodhia, e kam mesazhin mos ju gëzo se nesër ti sprovohesh. Mos u mashtro me shnetin tanë, se ti sot moment e ki shnetin, masane nuk e ki. Mos u mashtro me pasurien, për 10 minuta vërshimi ta merr mallin me një herë, për 1 minutë ta përbin toka sukur karuni që ja ka përbin krejt tokë, këtë pasurien. Mos u mashtro dhe me pozitën e lartë, se sot ki pozit minister, sot ki pozit lartë, e nesër mazdere qaqe, e ma vonë ndashta dhe në burg, e ma vonë hinë varë, e ma sane shkon dhe në gjëhnem, se zemrën e ke pas smur. Sot hec me kam të tua, po mos harose ndashta mas dite me kolis të bajna deri të spitali. Ama mos harose edhe mas spitalit me njëherë ndashta dhe në tabut hypmi. Mos u gëzo se ndashta ti e pjesë e kësajna. O vëlla jem, kujdes zemrën tënde nga këto smundje që shkatërrojnë ardhmërinë tënde. Sot buzqesh me familjen tënde, kënaqesh me evlat të tu, ndërsa ti gëzohesh me trishtimin e familjarëve tjerë, por Allahu e rrotllon këtë gjendje. Sot ka shumë punë hoxh, nesër nuk ki hiç. Sot ki shumë bereqet, nesër nuk ki hiç. O vëlla, ne jetojmë ka dërtë Zotit, kur të vinë të mirat falendrojmë Allahun, kur të vinë sprovat bëjmë sabër, ama asnjëherë nuk i gëzohemi sprovave të vëllezërve tanë. Prandaj mos e përqesh atë që Allahu e ka sprovuar, për në vend të taljes, në vend që ty të kënaqet zemra për të keqen që i ka ndodhur, thuaj o Allah, largoja fukarallokin. O Allah, largoja smundjen. O Allah, ti që e shef ti. O Allah, një njeri të smut të dera, ja shef lot të syve të nanës, e ka shti fëmijën në operacion, baba me lot në sy, ndështë Allah të sprovon ty, thuaj o Allah, e pi shërim këti, o Allah, jepi shëndet ati, o Allah, jepi pasuri ati, u të zoj rinin tonë. Thotë Allah në Kur'an, ma esabe min musibetin illa bi idhnillah. Nuk ka mundësi me ndodhë diçka posë se me urdhin e Allahut. As një fatkeqësi, thotë Allah në Kur'an, nuk ndodhë vetë se me lejen e Zotit. Dhe kjo është temë në veti. Ajo është ose ngritje, ose pastrim i gjunaheve për besimtarët. Ose thotë Allah në Kur'an në ajetin tjetër, wa tilkel ejamë nudawiluha bejnën nas. Këto janë ditë humbje dhe fitore.
begatije sprova, e ne i ndrojmë mes njerëzve. Dhe e thamë, unë e njofën që këtë lagje, para 30 vjetëve njeriu më i varfër ka qenë. Sot është ndoshta njeriu prej njerëzve më të pasur. Allahu ndron deri dje muskujt dhe fuqinë dhe shëndetin full. Sot është në operacion. Kemi njeri që me diagnozë kancer në fazën e fundit metastazës. Allah ja ka dhënë shëndetin dhe u ka kthy. Siç kemi raste edhe në historinë islame, në kohën e sahabëve, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, sa njerëz kanë ra me shëndet, njëri shnosh, në stërvitje, ama në mëngjes e kanë qenë në spital. Hala ma i keqja. So njeri ka ra në shtrat, o vlla. Shtrat i but, me klin, i hangt, i pim, në shtrat, në drek, thire zoni, o shtrin shtratin e tabutit edhe shtrin shtratin e vorrit. Mos ju gëzat të tjerëve me fatkeqësi, po ban dua për te. Prandaj kur shohish një të sprovuar, mos e nënshma dhe mos ju gëza, për thuaj Elhamdulillahi alladhi afani mimma ibtala fihi wa faddalana ala alalamin. Falendrimi takon Allah që mu nuk më ka sprovu me atë çka e ka sprovu atë. O Allah, leçoje atij. O Allah, udhëzoje, shëroje dhe ashtu me radhë. Mos harroni, sot i vizitojmë smurit, nesër na viziton neve dikush. Sot jep gajret dikujt, nesër t'jep ty dikush. Dhe po e përfundoj me përfundimin shembullin më të mirë të një burri, të një pejgamberit Zotit, të një djaloshi të mirë, që Allahu përmend sure për Jusufin alayhis salam. Jo një par dur, shumë dur të vëllezërve të tij, e përgjakën dhe e shtinën në bunar. E pas një kohë, gjithë që ta kishin nevojë për miell. Edhe shkuan te Jusufi alayhis salam, nuk e dishin që e kishin vëlla. Këtë që ata durt me gjak, me durt e veta, gjithë dhe durt e vëllezërve të tij i dha miell, i dha ushqim. Edhe tha, la tatriba aleikum yaghfirullahu lakum. Sot nuk ka çortim për ju, Allah ju falt. Kështu mendon besimtari. Në bunar i përgjakur, ama këhi ishte djaloshi i bukur. Inna narake min al-muhsinin. Ty o Jusuf të pam prej të mirëve. 5 herë në Kur'an Allahu përmend në suret Jusuf për Jusufin alayhis salam. Bëno i mirë për Jusufin. Fal, mendo mirë, mos mendo keq. Kur sprovohet dikush s'ka punë, thoj Allah jepi bereqet. S'ka shnet, o Allah jepi shnet. Ka telashe, o Allah jepi zgjidhje. S'ka udhëzim, o Allah udhëzoje. Zvjen në xhami, thuj, o Allah bënja nasib me arë në xhami. E lusim Allahu në madhë me emrat e bukur ti dhe cilësit e ti të larta, që Allahu t'i runë zemrat tona nga kjo smundje. Mos të mendojmë keq për njëri tjetrin, të mendojmë të mirë, të flasim mirë dhe të veprojmë mirë, se kjo është feja jonë. Sot jemi, nesër s'jemi, nesër janë xhennet, janë xhenem. Allahu nasip në bëf xhennetul firdausin.